وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhella xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatat dhe selamet i dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me serinë tonë e cila është shitblerja dhe tregtia, ku shpjeguam rreth atyre shtyllave të cilët janë nga shtyllat kryesore që e vlefshmërojnë dhe e përbëjnë një shitblerje dhe një kontratë e cila lidhet për një shitblerje të vlefshme, e veçanërisht që muslimanët duhet që të i dinë këto shtylla kryesore, pa të cilët nuk qëndron një shitblerje e vlefshme dhe një kontrat, një lidhje e marrëveshje me të cilën bëhet në një shitblerje. Sot me lejnë Allahu xhella xhelaluhu vazhdojmë me shtyllën e dytë, e cila është shtylla e shitblerjes dhe lidhjes së një kontrate, e ajo është el maqudu alej. Kur folëm dhe treguam se padyshim se ato tre shtyllat janë prezent, që pa ato një lidhje, një marrëveshje nuk qëndron, ato ishin dhe folëm për lil aqiden, ato dy kontraktuesit, pra shitësi dhe blerësi. E dyta si shtyllë o vëllezër është el maqudu alej, objekti, gjëja për të cilën lidhet kontrata. E pastaj vjen e treta e siga, e cila është pra oferta edhe të shprehurit në ta. Ne jemi pra në shpjegimin e shtyllës së dytë, ajo është el maqudu alej, gjëja për të cilën lidhet kontrata. Dhe ajo nëse është në shitblerje, është malli dhe çmimi, nëse është në qiradhënie vlera, nëse është domethënë në shumë sende të tjera, pra në përgjithësi bëhet çështja për të cilën lidhet kontrata është o pasuria, malli, o është vlerësimi, çmimi. Dhe padyshim se dietarët e vëllezër i vendosën ato kriteret për të cilët i nxorrën nga Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të na i lehtëson neve kuptimin dhe të na e ruajnë nderin, për shkak se Allahu xhella xhelaluhu na tregoi në Kur'an se ajo e cila e stolis njeriu dhe është një nga bazat e jetesës, pa të cilët njeriu nuk mundet pa to, ajo është malli dhe është pasuria. Dhe mu për atë dietarët u futën në shpjegimin e saj dhe në përkufizimin e saj, duke na e definuar se çka do të thotë mall, çka përfshin fjala mall, pasuri, ku në kuptimin gjuhësor ajo e ka kuptimin çdo send çka posedohet dhe çdo send çka zotërohet. Ke ajo anë materiale, cila preket sikur ari, argjendi, të hollat e kështu me radhë, apo sende të vlefshme el menfaa, ata të cilët janë të dobishme apo të vlefshme, apo paraqitje të cilët janë el hukuk, të drejtat njerëzore.
ose ndonjë të drejtë me të cilën ka të bëjë kujdestaria e të gjitha ata të cilët futen në to, pra pa marrë parasysh cilat prej tyre futen në to, ajo futet në konsideratën dhe përkufizimin e të quajtur el-mal, pra pasuria. Mirë po në shpjegimin e terminologjisë, dietarët të vëllezër u ndan në dy mendime duke na i qartësuar pak a shumë çështjen për ta kuptuar nëse nuk ndryshon shumë, nuk del prej kontekstit të asaj gjuhësores, mirë po duke shtuar dhe më shumë kuptim në konsideratën dhe përkufizimin e të quajtur mal. Kuj i thomi mal, el-malu, në kuptimin e terminologjisë sheriatik pra të jurisprudencës islame, pasuri, tha i thonë, si mbas përkufizimit të gjumhurit të shumicës si dietarëve, tha kullu ma lahu qime wa yulzam mutlifuhu bi damanihi. Tha çdo gjë e cila ka vlerë dhe detyrohet shkatërruesi i saj për kompenzim. Kjo është njohja si mbas përkufizimit të shumicës së dietarëve. Çka quajmë mall, çka quhet pasuri, pra çdo sen që ka vlefshmëri edhe detyrohet ai shkatërruesi që e prish dhe e shkatron atë pasuri për ta kompenzuar pra të ai pronari të cilën ja ka prishur dhe e ka shkatëruar atë pasuri. Ke ajo gjë materiale, ke ajo e vlefshme menfa, apo ke ajo hukuke të cilët janë pra të drejtat. Kurse në përkufizimin dhe terminologjinë të cilën e definoi mëdhhebi i Ebu Hanifes, pra Hanefit, thanë është kullu ma yumkin hizatuhu wa yuntafa'u bihi adatan. Çdo sen që ka mundësi që të përvetësohet, çdo sen e cila merret edhe mund të jetë në pronën e tij, çdo sen që personalizohet dhe merret ajo në pronën e tij, edhe është e dobishme, zakonisht e vlefshme me to. Apo me një njohje tjetër, thanë çdo sen çka kullu ma yamilu ilayhi at-tab. Në çdo sen me të cilën anon natyrshmëria e njeriu dhe pronësohet ajo apo merret pra në deponim në kohët e nevojshme të cilët janë. Duke nxjerrur pra në konsideratën e përkufizuar të mëdhhebi Hanefi, ajo e cila preket dhe që është gjëja materiale, jo ato të cilët janë pra të vlefshme, të dobishme e kështu me radhë, mirë po në këtë ndryshim të mendimeve o vëllezër, padyshim se në to është pra dhe kuptimi i gjerë, për shkak se njeriu çdo sen që e zotëron dhe e ka pronën e tij, pra gjithashtu e ka dhe vlefshmërinë dhe çmimin e saj, është në dorën e tij. Pra gjithherë në pasuri pra kështu konsiderohet. Mall, pasuri, ajo e cila e zotëron, ajo e cila e ka pronë të tij, gjithashtu dhe atë vlefshmërinë dhe çmimin e saj dhe dobinë e saj, ajo përsëri është pra në zotërimin e këtij pronarit i cili e zotëron pasurinë. Mirë po vëllezër dietarët na i ndan disa lloje të fjalës el-mal të pasurisë, se si ndahet pasuria, në disa lloje për ta kuptuar ato bukur dhe mirë, ato shkuan në ndarjen e disa pikave shumë kryesore të llojeve të pasurisë për ta kuptuar dhe për të ditur se cilat të bandobi, cilën e kemi të lejuar, çka neve në obligohet si musliman të dim dhe të ruajmë, apo kur të bëjmë një lidhje të në marrëveshjeje, pra ato shkuan në ndarjen e saj në një ndarje të sakt shumë dhe të imt, duke u ndërtuar ato në konsiderata të ndryshme. Pra malli el-mal, pasuria ndahet sipas konsideratës së njëllojshmërisë së saj, e cila është të njëllojit, thë ndahet pasuria el-mal el-mithli o el-mal el-qimi. Ndahet në pasuria e cila është e njëllojshmërisë dhe pasuria e cila është e vlefshmërisë. Ajo e cila pra, ose në fjalë tjera, pasuria e cila bën zëvendësim, ka zëvendësim të saj, apo tjetra që nuk ka zëvendësim të saj. El-mal el-mithli o el-mal el-qimi. Gjithashtu në konsiderata tjera, sipas konsideratës së qëndrueshmërisë dhe jo qëndrueshmërisë, dietarët thanë ndahet në el-aqar o el-manqul. Ato të cilët janë toka të palëvizshme që nuk lejohet lëvizja dhe zhvendësimi i saj as transferimi i saj. Gjithashtu ajo e cila
lejohet lëvizja e saj. El menqul janë ata gjërat të cilët transferohen. Po ashtu në kriterin e dobis dhe në kriterin e siguris, në kriterin e lejimit dhe ndalimit, ndahet në el mal el muteqawem wa ghayru el muteqawem. Malli i cili është, i cili merret në konsiderat dhe është në pronë të pronësisë, dhe malli i cili është ai i cili lejohet në pjesën shariatike. Ai mall i cili lejohet dhe ai mall i cili nuk lejohet. Pra në konsideratën e lejimit dhe ndalimit është el mal el muteqawem wa ghayru el muteqawem. Pra sa i përket asaj për të cilën thamë se e para në konsideratën e njëllojshmërisë, pasuria ndahet në këtë pikë o vëllezër në të zëvendësuarën dhe jo të zëvendësuarën, është për qëllim el mal el mithli u el mal el qimi. Çka është el mal el mithli? Pasuria e cila është e zëvendësimit. Ajo e cila ka lloje të ngjashme të saj në tregti. Shumë prej pasurisë ka prej saj të cilat janë lloje të cilat gjendet llojshmëria e saj apo të ngjashmet e saj. Derisa ai i cili e shkatërron një pasuri të tillë, ai mundet dhe detyrohet pra që ta kthen të njëllojshme prej saj, duke u bazuar pra në disa pika me të cilët ata të njëllojshmërisë janë të njëjta, mirë po ato ndahen sipas, do të thënë, vlerave të tyre në el makilat, el mawzunat, el adadiyat wa dhar'iyat. Ndahen në ato të cilët janë el makilat, ato të cilët maten me kile. Shumë prej pasurisë kemi të cilët maten me kile dhe këto janë mel mithli. Janë të njëllojshmërisë, gruri, elbi, nëse prishet ajo pasuri, nëse e shkatëron dikush, ai detyrohet për ta zëvendësuar atë pasuri. Me çka? Me të njëjtën. Nëse e ka prish grunin, i thu berma një kile grun, ose berma 1 kilogram grun, kështu me të cilën do me thonë e ke prishur dhe ke shkatruar to. Nëse është elb, nëse është me gjërat me të cilët ajo matet me kile. Prej atyre të cilët janë el mawzunat, ato të cilët janë që maten me gram, sikur që është ari, sikur që është argjendi, edhe të gjitha hekuri e kështu me radhë që maten me gram, ato maten me gramazh. Pra grami i saj sipas gramit, mirë po janë mithli, që ka që gram mi ke hub, ka që gram mi zëvendëson dhe mi i kthen, dhe me thonë në vend. Pra ajo është malli dhe pasuria el mal el mithli që zëvendësohet me një lloj të tillë sikur ajo. Dhe gjithashtu është ajo e cila el adadiyat, ata të cilët janë që maten me numra. Për shembull, nëse thomi 1 kokë voë, 2 koka voë, pra 1 vezë, 2 vezë, 3 vezë, 30 vezë, nëse dikush i thën 30 vezë ose 15 vezë, i thua mi bjerë 30 vezë dhe zëvendësohet ajo. Domethënë kjo është pasuria e cila llogaritet në numërim të numrave, ose shumë lloje tjera, domethënë, të cilët janë që llogariten të pasurisë në llojet e të njëllojshmërisë, mirë po me numra që numërohen. Dhe ato të cilët janë el dhar'iyat, janë ata të cilët maten pra me matsen e gjatësisë. Sikur që janë për shembull pjesët, fustanin, ose nëse merr rrobat për me i kepur ose diçka që ka matet me pjesën e gjatësisë të saj, sipas gjatësisë pra maten edhe ato, dhe kjo e gjitha pra futet në ato që konsiderohet el mal el mithli. Gjithashtu, vëllezër, ajo e cila vjen pra tjetra është el mal el qimi. Pasuria e cila është me vlerë të veçantë, ajo nuk pranon zëvendësim, se është lloj të tjetër dhe ndryshon lloji i saj. Nëse shkatërruesi e shkatërron dhe e prish ato, nuk mund të ta zëvendëson me të njëjtën, sikur që i tham, e një llojit, por ajo nuk zëvendësohet vetëm se me çmueshmëri, me vlerësimin e saj. Për shembull, nëse dikush ja jep një kafsh, ai ta prish kafshën, nëse e ka shkatëruar kafshën, nuk mund të ta kthen shembull nëse i thu një kali apo një deve, nëse e prish, nëse e ka prishur, e ka shkatëruar ato, s'mund me ta pru të njëjtën kafsh. Atëherë vlerësohet, mund me konë një kafsh shumë e vlefshme, ai me ta sjellur për të njëjtën ose një lop, nëse e ka shkatëruar, nuk mund të ta sjellë të njëjtën, gjithherë ajo pastaj futet në el qimi, në pjesën e pasurisë që është me vlerësim që nuk zëvendësohet vetëm se me vlerësim të madh.
Pro këto janë ato të cilët kuptohet pro ndarja e pasurisë, kur tham të dietarët e ndajtën në këtë saktësi aq të fortë, duke e ndërtuar pra sipas konsideratave të ndryshme. Konsiderata e njëllojshmërisë tham ndohet pra në mel el mithli wal qimi, ajo e cila është e zëvendësueshme dhe jo e zëvendësueshme. Pastaj sipas konsideratës të qëndrueshmërisë dhe jo qëndrueshmërisë së saj. Ajo është el aqar wal manqul, pasuria e cila është el aqar, të gjitha të cilët janë të qëndrueshme dhe nuk pranojnë zhvendësim e as transferim, sikur që janë toka, shtëpia, banimi. Të gjitha këto janë vende për shembull të cilët nuk pranojnë zhvendësim të saj, as transferim. Toka është filan vendin, banimi është filan vend dhe ajo nuk pranon diç tjetër. Mu për atë të mëdhëbi Hanefi kanë llogaritur el aqar vetëm tokat. Domethënë, të cilët nuk transferohen e nuk ndryshojnë, është toka, filan toka, truelli i dikuja nuk ndryshon, është kaq metra, është që kaq dhe kështu shitet. Është pjesë që llogaritet sipas qëndrueshmërisë dhe sipas jo qëndrueshmërisë. Gjithashtu pra aja e cila është prej pjesës jo e qëndrueshmërisë janë el menqul, llogaritën pasuri, të gjitha ata të cilët pranojnë zhvendësim, pranojnë transferim, ke ajo automjeti, ken ato kafshët, ken ato domethënë mjetet, ken ato mobilet, e të gjitha ato të cilët pranojnë zhvendësim, e merr nga këtu, e çon atje, e merr makinën këtu, e shet atje, e merr domethënë tjetrën, kafshën e transferon atje, e gjitha profuten në ato, pra në konsideratën sipas kriterit të qëndrueshmërisë dhe jo qëndrueshmërisë, pasuria pra ndahet në el aqar wal manqul. Ajo e tjetë e cila vjen pra dhe e fundit është sipas lejimit edhe ndalimit, sipas sigurisë të cilën duhet që ta siguron ato, cilët pasuri pra futen në atë sipas lejimit, pra ndahet në el mal el mutaqawwam wa ghayr el mutaqawwam. Ajo e cila mund të pronësohet është në pronën e njeriu, ajo e cila zotërohet, sikur që janë domethënë të gjitha mallat të cilët njeriu i zotëron, ke ajo toka, ke ajo automjeti, ke ajo kafshët, të gjitha të cilët zotërohen. Për shembull, nuk është në konsideratën e tij peshku i cili është në ujë, nuk është zotërim, nuk është mal mutaqawwim, atë se ka në prezencën e tij, ai nuk e zotëron atë pasuri. Gjithashtu, malli tjetër i cili është që nuk zotërohet, apo mund mos të jetë i lejueshëm sheriatikisht. Pra pasuri e cila nuk është mutaqawwim, nuk arrihet për shembull ai që të merr vlerësimin e tij të pronës së tij, nëse nuk është e lejueshme sheriatikisht, apo dobia e saj sheriatikisht, që të cilët futen në ta domethënë pjesët, sikur që janë, nëse themi për shembull rakia, pijet alkoolike, mishi i derrit për muslimanët e kështu me radhë, këta nuk llogariten pasuri, nuk llogariten mal el mutaqawwim. Pse? Se nuk e kanë llogaritur pasuri jo vëllezër, por shkak se nuk lejohet sheriatikisht një gjë e tilla apo shitja e saj. Kurse te mëdhëbi Hanefi llogaritën ato për mall, si mall të ata të cilët nuk janë musliman. Domethënë atyre ju takon, kurse te muslimanët nuk takon një gjë e tillë. Pra kjo na jep të kuptojmë neve si musliman ky ndryshimi i dietarëve më të cilët e kanë ndryshuar. Po çështja ku tham el mal el mutaqawwim wa ghayr el mutaqawwim, ai pasuria e cila pronësohet edhe është e lejueshme sheriatikisht, apo ajo e cila nuk është në pronë. Pra ai zogu i cili fluturon, ai nuk është në pronën tënde. Nuk llogaritet pronë, as nuk mund ta kish ti mal mutaqawwima. Asnjëherë nuk llogaritet pasuria e yte. Kur llogaritet, po që se e zen dhe ai zogu në kafaz i cili posedon këti, ai është malli i cili është mutaqawwim, është këti i cili është në pronën e tij. Por gjithashtu, për gjithë kjo e cila neve na bën të kuptojmë se pasurinë pra e ndajtën dietarët të vëllezër me atë ndarjen e saktë dhe të imt shumë të tyre, të cilën e ndërtuan sipas konsideratave të ndryshme, ku tham pra e para e cila dohet në dy lloje, për ta kuptuar shkurt dhe përmbyllet ndarja e mallit, fjalës mall dhe kuptimit e fjalës mall kur themi pasuri, çka është pasuri? Pra sipas konsideratës së njëllojshmërisë, pra është el mal el mithli wal qimi, sipas konsideratës e cila është në qëndrueshmëri dhe jo qëndrueshmëri, ajo është el aqar wal manqul, gjithashtu dhe ajo tjetra në fund e cila është sipas lejueshmërisë dhe ndalueshmërisë,
e cila është el-mutekawim o ghair el-mutekawim, lusim Allahun gjelle gjelaluhu, që Allahu gjelle gjelaluhu të na pasuron me pasuri të khajrit dhe me pasuri të vlefshme e cila është halal. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.